Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Naita Hasani, ka deklaruar se kryeministri në detyrë Albin Kurti i ka kërkuar votën përmes emisarëve për të siguruar mbështetje në konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e Albulen Axhiut si kryetare të kuvendit. Hasani tha se kërkesa ka qenë personale dhe drejt për drejt, por ai e ka refuzuar, duke e cilësuar Kurtin si të padenjë për të marrë mbështetjen politike nga ai. Më ka çuar ftesë mua personalisht, më kanë thënë kërkojmë votën tënde përmes emisarëve që i ka pasur, kanë ardhur edhe më kanë thënë, ke një kërkesë për i kryeministrit, me ardhmë bisedu, kërkojmë mbështetjen tënde me votu, i kam thënë jo, nuk e meriton, për shkak se ka bërë një veprim që unë drejt për drejt ja kam kërkuar, të shkoj në vizitë në gjykatën speciale, ka thënë do të shkojmë dhe nuk ka shkuar, deklaroi Hasani në një emision televiziv. Hasani po ashtu reagoi ndaj gjuhës së përdorur nga Kurti, i cili së fundmi i ka quajtur deputetët opozitar nomad, duke i akuzuar për bllokim të procesit të konstituimit të kuvendit. Sipas Hasanit, kjo qasje është fyese dhe e papranueshme në raport me përfaqësuesit e popullit. Mendoj që është një shprehje jo e drejtë e përdorur nga ish kryeministri, kur në anën tjetër kërkon të votohet e në anën tjetër i quan njerëzit pa shtëpi, dhe ti thuash deputetëve nuk keni shtëpi, jeni ende acak në kuptimin jeni rrugaç, është ndjenjë e rëndë dhe fyese. Ti fyesh deputetët dhe njëkohësisht tu kërkosh votën, është jashtë logjikës. Kjo tregon se unë nuk ju dua juve, unë dua vetëm mbështetjen tuaj, prandaj nuk i ka votat ai, tha Hasani. Procesi i konstituimit të kuvendit të Kosovës mbetet ende i bllokuar pas zgjedhjeve të parakohshme, ndërsa partitë vazhdojnë konsultimet për formimin e institucioneve të reja.